Besnik, lutem vetëm pak. E ka me rëndësi që me gjetë konsensusin, jo me pa ku shkon për mund. Do me thonë, bugjeti është shumë i rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës. Unë nuk mendoj që këtu duhet të shtyhemi se kush po humbe, kush po fiton. Nëse munden, shefat e grupeve të vinë për konsultim dhe po ashtu Ministri i Financave. Atëherë, faleminderit, pas konsultimeve me shefat e grupeve parlamentare, kjo seancë shtyhet për të hënën në orën 10. Pra leximi i parë i projekt ligjit për buxhetin është të hënën në orën 10. Faleminderit dhe mirupafshim në seancën e njëjtë, por që po shtyhet për të hënën.